Kryeministri i vendit Edi Rama mori pjesë në sesionin e nivelit të lartë të forumit të paqes në Paris, një nismë e presidentit francez Emmanuel Macron, ku mbajti një fjalë të fortë mbi sfidat e bashkëpunimit rajonal dhe procesin e integrimit evropian. Në fjalën e tij, Rama theksoi se vendet e Ballkanit duhet të ecin drejt unitetit, por paralelisht këshilloi shtetet e Bashkimit Evropian që të mos përsërisin gabimet e rajonit. Nuk po e shoh Europën të zgjohet në mënyrën siç duhet, për të ndryshuar qëndrimin në raport me idenë e mbrojtjes. Por sipas mendimit tim, kjo është diçka e fragmentarizuar, më pak se e mjaftueshme dhe mund të bëhet e rrezikshme në periudha afatmesme. Por mua është mjaft shqetësuese që ende sot nuk ka një plan evropian paqeje, ka vetëm një qasje binare ndaj një konflikti që ka potencial për të degeneruar në diçka katastrofike. I pyetur nga një gazetar nëse e konsideron Francën të ballkanizuar, kreu i qeverisë shqiptare u përgjigj prerë: gjatë viteve të fundit kam parë që Europa është ballkanizuar shumë, kështu që nuk jemi të vetëm që kryejmë probleme. Shikoni Francën, harroni Britaninë, tërësisht shikoni akoma nuk miratojnë dot një buxhet. Shqipëria është sot i vetmi vend në Europë që s'ka marrëdhënie me Rusinë, tha ai. Kur bëhet fjalë për Ukrainën, unë përfaqësoj një vend, Shqipërinë, që nuk ka marrëdhënie me Rusinë apo ka shkallën më të ulët të raportit me Rusinë në Europë. Përfaqësoj të vend në rajon që asnjë udhëheqës rus nuk ka ardhur qysh prej viteve 1960. Por si një vend i vogël, Shqipëria nuk mund të ketë rol në arritjen e paqes. Unë jam më i gjati mes të gjithëve, përfaqësoj një vend shumë të vogël për të luajtur çfarë do lloj roli, për të ndryshuar trajektoren. Si europian që përfaqësoj një vend të vogël, unë besoj se më duhet t'u dal për zot mendimeve të mia dhe vendit tim. Nëse mendimi im është i gabuar, nuk vjen asnjë dëm, por nëse mendimi i tyre që nuk janë kaq të gjatë sa unë, por kanë pas vende të mëdha janë gabim, është problem i madh. Gjatë ndërhyrjes së tij në panel, Rama u ndal edhe të marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, duke i cilësuar ato shtylla kyçe për stabilitetin ndërkombëtar. Vlerësimi im është shumë i thjeshtë. Çdo marrëdhënie mes tyre është i mirë për të gjithë, çdo konflikt mes tyre është i keq për të gjithë. Kur Amerika të shtin, bota dridhet. Kur Kina të shtin, bota futet në karantinë. Kështu që duhet të bëhen bashkë për më të mirën e botës. Forumi i paqes në Paris mblodhi këtë vit lider nga e gjithë bota për të diskutuar mbi çështjet që lidhen me paqen, sigurinë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në një moment të tensionuar për rendin global.